si mendon në lidhje me situatën përpara se të mbyll televotimin? Rogerti ka pasur 3 objektiva. E para është të rri, pra të përballojë izolimin, që për mua ja ka dalë, se nuk është e lehtë që të rish brenda asaj dhomës vetëm. E dyta, që të marrë vëmendjen e shtëpisë, dhe e ka marrë vëmendjen e banorëve të shtëpisë. Dhe të tretën që se di akoma, betejën me televotimin. Tani, unë mendoj që të paktën në këndvështrimin tim, mua më pëlqeu roli i Selinës, që edhe pse u ftua, pranoi që të shkojë dhe të debatojë, të ballafaqohet ballë për ballë aty me Rogertin. Sepse kur t'jepet një mundësi, kur dikush të fton, ti nuk e di për çfarë të kaftu me kërku falje, të kaftu për të sqaruar, të ka thirrë për të bërë paqe, ti nuk e di. Në këtë rast, unë do kisha preferuar që edhe Mali dhe Stenaldo, aq më tepër Stenaldo që radhën e fundit na tha që unë jam këtu dhe do përballem me atë deri në fund. Tani, shko përballu. Çfarë do të thotë kjo lufta për vëmendje? Po ju të gjithë për luftë për vëmendje keni hyrë aty, për çfarë keni hyrë? Kështu që ju nga mëngjesi deri në darkë diskutoni me njëri tjetrin se si merrni dhe kush marri më shumë vëmendje. Tani, një sekond, banor, le ta çojmë mendimin deri në fund. S'kishte se si të përballet me dy, ai se të ftoi, ai ishte andej. Arbër, dëgjoj. Ai ftoi. Ftuan jam, e pres. Shkurtimisht fare. Unë i qëndrova asaj mënyrës, po themi klasike, siç e kam hyrë Big Brotherit nga fillimi deri tani. Nëse Rogerti dhe unë jemi prap në këtë shtëpi, këtu bashk, pa diskutim që do përballem. Atje brenda. A të bëj një pyetje? Po, që ta thjeshtojmë. Patjetër. Po t'jetë në dorën tënde, Rogerti del jashtë apo nuk del jashtë? Po t'jetë në dorën time, patjetër që del. Shumë bukur, shko atje dhe jepi dorë, dal jashtë, fitoje debatin me atë. Pra, këtë po them, kjo është Big Brother. Edhe ajo anë qëndron, patjetër që del. Edhe ajo anë qëndron. Ama unë vendosa. Dëgjoj. Jo, patjetër. Unë diskutim me Steve, Rogerti, Stenaldo ka thënë ta i kthehet në këtë shtëpi, atëherë do përballet me mua, se nuk ka ku të shkojë. Atëherë nuk ka dashur të shkojë, pikë. Është ka që person sa më keq që ta votoj publiku të patjetër. Unë po them, për konsistencën time brenda programit, le të mos flasim njëri, le të mos flasim në emër të publikut, se nuk besoj se ti ke aftësinë për të kuptuar se çfarë publiku do të lexojë dhe se si ishte mendimi. Shiko, jo për të mbrojtur Stenaldon, se mbrohet vetë më mirë se sa mund ta mbroj unë, por të ballafaqohesh në mënyrën që Stenaldo dhe Mali bëri, është të ballafaqohesh. Pikërisht. Është të ballafaqohesh, nuk ka nevojë të bësh daba. Kjo është një mënyrë. Arsyeja vetëm që e bëra. Arsyeja vetëm që unë e krya ballafaqimin e do. E krya ballafaqimin. Big Brother, përballja. Kush fiton përballjen? Pse edhe Selini se kishte të nevojshme të shkonte, por shkoi dhe u përball. U përball i tha ç'kishte për t'i thënë dhe nuk doli keq nga debati. Pra, unë mendoj që debatet, të cilat janë aq të kërkuara brenda shtëpisë, i pozicionojnë njerëzit. Nëse ai banori që është atje brenda nuk do kishte interes nga këta që janë në shtëpi, s'kishim pse më shku as poshtë derës as anash derës. Po unë se kam bërë kurrë Arbër. Unë s'kam shkuar ke dera as poshtë. Ti di kush ka shkuar, ty se kanë shku banorë të tjerë. Pra, po dhe i kanë gjykuar. Eksakt. Pra, unë mendoj që ai ka realizuar 2 nga 3 objektivat e tij, që edhe të merrte vëmendjen, edhe të përballonte izolimin, se nuk është e lehtë, nuk e di ato ta përballonin gjithë ata aty, trinin vetëm, dhe bëri ftesat që madje njerëz kishte pasur shumë probleme. Tani, a do dali ai më i mirë nga aty apo do dali më i keq, unë këtë nuk e di, por uroj të dali më mirë. Monika? Unë do ta shikoj në një këndvështrim tjetër. Unë përveç se që Rogerti ja doli të përballojë izolimin, por vetë karakteri Rogertit është i fuqishëm në aspektin edhe i përgatitur nga ana mendore për të përballuar betejat të tilla, sepse që kur hyri në shtëpi hyri me iden me kopaçën në dorë duke u rënë që të gjithëve, por nga ana tjetër do shikoja veprimin e Malit dhe të Stenaldos dinjitos. Faleminderit Monika. Se do ta shikoja dinjitos. Në të dyja rastet Rogerti dhe me Malin dhe me Stenaldon nuk ka të njëjtin sjellje, po themi që ka pasur me banorët e tjerë. Pra, me Malin dhe me Stenaldon ishin disa gjëra që kalonin limitet njerëzore dhe shoqërore me njëri tjetrin. Dhe qëndrimi i tyre
sidomos për Malin, po them Se ato që i tha Selin nuk i kalonin? Shiko, Selin Që ka për shumë përshtypje. Jo, Selin është lojtare. Nuk ka të bëj këtë gjithë një ata. Selin Të duhet ty të sa flasun. Nuk ka të bëj. Për vetën tate. Ta mbaroj? Mendoj që Mali dhe Stenaldo nuk kanë hallin e marrjes së vëmendjes së dhomës së reflektimit. Sepse duke hyrë Kush e ka duke ta mbaroj pra, Selin ta mbaroj. Duke E hyrë kanë të gjithë ata që hyn pra, këtë po thonë. Pra, Po duke ta vajtur dëgjosh, ke e kupton. Rogerti, ju kërkoni të merrni vëmendje, sepse duke menduar që Rogerti është në dhomën e reflektimit, ju pretendoni që mund të jetë një kamera që ka patjetër. Ndërkohë Mali ta mbaroj. Ndërkohë që Mali dhe Stop, banor, po dëgjoj Monikën, nuk ju përkuam opinion. Unë do t'jap këndvështrimin tim. Ndërkohë që Mali me Stenaldo nuk duan t'ja dinë për shikueshmërinë, nuk duan t'ja dinë për televotimin, kanë qëndrimin e tyre, kanë mendimin e tyre jashtë lojës së Big Brotherit. Pra, me familjen dhe me veten e tyre nuk bëjnë loj Big Brother. Po Selin. Me një përgjigje Monikës? Po. Atëherë, duhet ta shpjegoj se unë kam thënë shumë herë këtu në shtëpi. Arsyeja e dytë pse unë kam shkuar në ballafaqime me Rogertin ka qenë sepse kur u bë klipi jon në Prime, që ishte vetëm unë dhe Rogerti në debat, unë nuk kam arritur të mbroj veten time ashtu si unë kam dashur prej emocioneve të mia. Dhe më sa dëgjova nga opinionistët, Monika e para, u mor vetëm me faktin që Rogerti më kishte akuzuar që unë kam një sugar daddy dhe më paguan rropa 10.000 euro dhe për asnjë gjë tjetër, ku ndërkohë aty ka patur ofendime nga më të Ai arrite qëllimin në shkuarin atje. Dhe mua ajo përballje më ka bërë të ndihem më shumë keq se që shumë banorëve që jam këtu afër kanë thënë vetëm të ofendoj edhe më shumë. Oh, Mali, pusho! Vetëm të ofendoj edhe më shumë edhe kur gjë nuk arrite me atë. Dhe kanë thënë që nuk kam arritur ta mbroj veten dhe më vjen keq që në të gjitha ato situatë unë përfol që vajzat e reja duhet bëjnë çfarë të duan, ndërkohë unë çfarë ishte thënë aty, për familjen time, për një vajzë pa vlera, për karakterin tim. Atëherë mos ja jep vëmendje Rogertit duke i vajtur në shtëpi. Ja jepi vëmendjen që ka kriju që 50 ditë as ne Monika. Një situatë aty lloj mos komentoj një, pse tha mua i ke të dashur sugar daddy, po komentoj që thot vajzë pa vlera, vajzë të vëmendjen. Vajzë s'ke përzuar. A duhet me dorë ja thaj. Njerëzit do të përdorin për bukurinë, kështu që tani atë si fair. A duhet me dorë personin. O Mali, për isa kohë normal se tu të kemi. Tu mos kemi gjithkohë. Pozicion të folme si fare po jo. Na bezdisova. Selin, në marrëdhënien tënde me Rogertin ti kishe dy rrugë. Një që të veproje si Stenaldo dhe si Mali, Dhe dy siç veprove. Veprove siç veprove kaq. Ka një gjë, në këndvështrimin shkova, për të marrë vëmendjen e Rogertit. Të ta them në këndvështrimin tim, edhe që shkove nuk bëre gabim. Ja, po tani jo, tani nuk të pije ti që s'është. E po tani jo, po nuk është e drejtë pra tani. Edi Monika, a bëri apo s'bëri? Unë nuk do shkoja. Ti nuk do shkoje. Unë nuk do shkoja, por në këndvështrimin tim po prap. Në politik edhe dy partitë mëdha shajnë me njëra tjetrën, po prap shkojnë ulen në tavolinë që të gjejnë një marrëveshje. Partitë e mëdha kanë hallin kush do marri pushtetin edhe to kanë halli kush do fitoj Big Brother. Eksakt, pra, aty është halli aty është tek për fituar Big Brother se s'ka sens, a kupton, nuk. Tani pyetja kjo ka qenë gjatë gjithë kohës, deri ku mund të shkojë dikush për lojë. Dikush mund të shkel parimet e veta për lojë, dikush nuk i shkel parimet e veta për lojë. Dikush mendon se të ballafaqohesh. O Mali, aman më buri dhe se po më duket vetja si edukator kopshti me ty. A ka mundësi të flasim me radhë, se ndryshe urdhëro? A bën të lutem? A bën për çfarë? Të them një gjë? Jo, se ke folur gjatë gjithë kohës mbi të tjerët. Qartë. Nëse do presësh për radhën tënde, mund ta thuash një gjë. Okej? Patjetër. Mund ta thuash një gjë. Me gjona të shenjta si familja, une nuk luaj. Mund ta thuash. Mund ta thuash, tha Brikena, tha mund ta thuash. Me gjona të shenjta si familja, une këtu brenda nuk luaj. Po pra Mali, e di. Nuk ja jep vëmendjen time që kum kriju që 50 këtu. As Rogerit dhe as ndaj personit fllishun tjetër si ai. Okej, mrekulli. E kuptuam, qasjet janë të ndryshme. Shikoni, në Big Brother duhet të kuptoni një gjë që në një kuptim, ja u kam thënë disa herë, po do më duhet ta ripërsëris prap, në një kuptim secili prej jush aty brenda përfaqëson dikë të ngjashëm me mendësinë dhe mënyrën se si qaset za problemeve. Pra, në këtë pikë do shihet edhe nga televotimi njerëzit a janë më afër këtij lloj ballafaqimi që pati Selin dhe Rogerti apo ballafaqimit të Malit, Stenaldos dhe Rogertit. Kështu që në një kuptim provojmë gjëra të ndryshme dhe shohim se çfarë funksionon më shumë. Ama një gjë nuk zvoglon tjetrën, përkundrazi. Tani në këto momente
Unë do të mbyll zyrtarisht televotimin për Rogertin. Publiku ka patur mundësinë të votojë gjatë këtyre 4 ditëve, ose diçka më pak. Vendimin do ta zbuloj pak më vonë. Përgjigja do të jetë ose Rogerti kthehet në shtëpi, ose Rogerti del përfundimisht nga shtëpia. Mbas këtij diskutimi do doja pak vëmendjen e të gjithëve apo vetëm vajzave? Të gjithëve pa Rogertin natyrisht. I pari ka thonë jo. Atëre hyjem. Nëse i pari Të ka thonë gjithë dhoma e surprizave. Monika do të bërtasësh pak të zbërtas. Monika, bërtitu pak të zbërtas do. Me gjona shenja. Thuaj kështu me të madhe. Hyje! Alo? Jo me asnjë. Nuk dëgjoj. S'ka ha fonin atje brenda. Dal para Monikës. Del para Monikës. Jepi Mona edhe një herë. Ore juve. Dëgjuan. Ore juve. Dëgjuam. Po çfarë dëgjuat more? Po është mali pak. A dëgjoni me vesh apo dëgjoni me mend? Gjithë mu kanë gjujtë molit. Asnjë dhuratë s'kam për t'ju dhënë sot. Edhe sot që keni gjithë ato dhurata, asnjë s'keni për të marrë. Hajde bën shaka. Hajdeni te dhoma surpriza. Sa zot lart të ka i Tani, po dalësh nga shtëpia s'po mund fare. Çat bëjmë se kemi zemrën e mirë pa. Bën shaka. Hajde dy. Atëre të gjithë dhoma e surprizave sepse ka ardhur në Big Brother Beauty. Një rrjet dyqanesh përkushtuar kujdesit për lëkurës dhe bukurinë, pra skin care-it, si quhet ndryshe. Marka koreane, europiane dhe amerikane, Beauty e gjeni në 11 pika në Tiranë dhe mos harroni mund të porosisni edhe në beauten.al. Dhe kini me kujdes të gjitha, po sidomos këto koreanet se bëjnë çuditëra. Ju kanë futur edhe të tilla aty. Bravo, atëre dëgjoj, o goca, se kam vënë re që keni filluar të kujdeseni edhe për skin care-in e çunave. Amanet tanin. Maskën tani të keqen. Sa është mësuar tani me maska këto kohë? Okej, mbyllim lidhjen.